Mirë se po takojemi miq, sot po vazhdoj me paqen e Bajramit. Do ta shohim procesin në vazhdim. Uroj ta gatuani dhe ta shijoni me të vërtetë është goxha delikatesë. Spari shkoj me qepën. Vezën. Piperin e kuq të tymosur nëse e gjeni, jo vetëm të ëmbël, kripën, piperin, dhe kripën. Unë zakonisht në qyfte gjithmonë përdori farat e lirit në vend të millit. Mundohem që millin ta kursej që mos bëj shumë. Kështu që këtu kam 2 lugë fara të lirit që e zavendësojnë millin. I bluj pak. Ose e kaloni qepën në rende, kështu që nëse se keni makinë nuk është problem. Shtoj mishin. E lë brumin në frigorifer derisa të vazhdoj me pjesën tjetër të gatimit. Këtu kam lëngun e mishit, lëngun e gjelit të gatuar një ditë më herët për ju me supën e gjelit. Po e nxej pak sepse për petët më duhet i nxehtë. Dhe një pjesë shkon për petët, në mënyrë që t'i njohmi petët, dhe pjesa tjetër pastaj për mihanën apo qervishin. Ndërkohë që uji më ngrohet, unë po vazhdoj me hudrën. Edhe këtu i shtoni sipas shijes, mirë po edhe këtu po shtatet shumë hudra. Sidomos këto të rejat, edhe një nëse ja hedhni komplet nuk ju pengon. Neve si familje na pëlqen më shumë, kështu që po shkoj me komplet kokën. Shkoj me lëngun duke i lagur petët, duke i njohur. Tash këto e thitin, lagështin. Dhe këtu në enë vazhdoj me njëherë me gjalpën. Pak vaj ulliri. Dhe hudrën me lëshushie. Dhe kësaj radhe nuk do ta bëj me mirë gruri, po me mirë misri. Edhe një ndryshim i vogël. Shtoj milli.
Dhe ka vërdisi dal nga dal. Tash ja shtoj lëngun, milli veç është gati. Ja shtoj lëngun gradualisht. E përzini mirë në mënyrë që mos t'ju mbetin kokra. A shikoni, kjo është tekstura që duhet me qenë. Qërvishi, mihanja, sido që e quni është gati. E shtoj këtu. Shtoj kosin. Krep piper. Gjys lugë kryp sepse ka pas në ujin e mishit. 2 vezë. Ta kjo mazë duhet përzihet mirë. Gati. Tash vazhdoj me qyftet. Unë si kom shtu as sod bikarboni as peciv, se du që mos të mfryen shumë, po të mbesin kështu si që është. Ja dhe e fundit dhe gati për furrë. Shtojmë lëngun mbi petët. Ja hedhim sipër krejt lëngun. E rafshoj. Edhe uji që ka dalë, uji pak më tepër, nuk ka lidhje se avullohet dhe bëhen edhe më të lezetshme petët në mbrëmsi. Shikoni sa e bukur është, duket si ëmbëlsirë, mirë po është drejt perfekte. Është njëra ndër recetat tona tradicionale që më pëlqen më së shumti. Atëherë në furrë në 180 gradë diku rreth 40 minuta. Ja dhe paqa bajramit. Shikoni çfarë mrekullie miq. Unë nuk do t'i shtoj as majdanos, as gjë të gjelbërt, se kështu po duket shumë e bukur. Ato sadopak ndikojnë në shije, kështu që po e los siç është. Atëherë me këtë recetë miq, ju uroj këtë festë, uroj që të keni shëndet, mirëqenie dhe gjitha të mirat. Takohemi në javën që vjen për vazhduar me recetat e reja.